E pra të dashur miq, ja ku jemi sërish së bashku për të komentuar pak deklaratën e babait të Selin, i ftuar në emisionin Shqipëria Live. Do me thënë ai marrëdhënien e Mirit edhe Selin, konkretisht Mirin, e quajti mashkull pervers. Ai kërkoi që produksioni i televizionit Top Channel, do me thënë tek intervista dhe agresiviteti që një baba ka normal për vajzën e tij, sepse asnjë baba nuk dëshiron që vajzën ta shikon në një përzgjedhje të gabuar, pasi që Miri flet me shumë dashuri edhe për gruan e tij brenda shtëpisë Big Brotherit, tregon që kanë bërë biseda që zonja në fjalë do të vinte në Shqipëri gjatë verës. Ndoshta familjes së Selinës i ka ndikuar pak edhe reagimi i bashkëshortes së Mirit që ajo e quajti shumë normale dhe e la të nënkuptuar që nuk ka vënë në këtë mes për xhelozi, do të thënë për dyshime për marrëdhënien e Mirit që mund ta krijon me një femër, dhe babait të Selini duket që Miri po shfrytëzon të gjitha mundësitë për të nxjerrë veten e tij për të arritur qëllimin e tij nëpërmjet vajzës së tij. Ai kërkonte nga produksioni dhe nga televizioni Top Channel psikolog për të argumentuar dhe për të treguar perversin që Miri ka brenda vetes, do me thënë ishte shumë i ashpër në këtë raport, ishte shumë i egër dhe kjo nuk kupton që ndoshta familja Selin mund ta heqën nga shtëpia e Big Brotherit vetëm shkaku i afërsisë së tyre. Tani është një situatë pak interesante, do me thënë është një situatë pak kritike. Miri qanë në dhomën e rrëfimit, do me thënë duket që është dashuruar në Selin. Selin është ajo që i shkon nga para dhe nga mbrapa dhe shikoj që Miri nuk e ka fokusin në lojë, pikërisht tani janë të ulur në verandë. Miri nuk e ka mendjen te loja, po e ka mendjen se ç'a bën Selin, se ku është Selin dhe çfarë po ndodh me të, dhe siç duket ky lloj afrimiteti e ka rënduar dhe e ka vrarë jashtëzakonisht shumë babain e Selinës. A mendoni që familja, në qoftë se gjërat shkojnë edhe më tej, do të merr masa edhe do të largohet Selin nga shtëpia, sepse Miri konkretisht gjatë një bisede duke bërë në shtëpinë e Big Brother i ka kërkuar dhe një djalë Selinës?